Shkolla duhet tërësisht të pastrohet, pastaj të dezinfektohet me qëllim që të jetë gati për të pranuar nxënësit dhe arsimtarët. Pastrimi fillon nga hyrja. Hyrjet fshihen me fshes, pastrohen dhe lahen. Në zgjedhje, korridore dhe nëpër klase zbrazen shportat për mbeturinat, pastaj dyshemeja pastrohet me shtupal dhe mjet neutral dhe vendoset shenja për dysheme të lartë. Në secilën klas pastrohen dritaret, bankat, kariget, monitorët, tastierët, mausët, dyert dhe dorëzat e dyerve. Tualetet janë hapësira të cilave duhet t'i kushtohet vëmendje të posaçme. Pastrohen lavamanët dhe qezët, si dhe dyshemeja pastrohet me shtupal. Guaskat në toalet dhe rrethina e saj spërkatet me mjet për pastrim dhe pastaj pastrohet me furçë dhe lëshohet uji. Pastrohen muret, dyert, dorëzat, vendosen mjete dezinfektuese për duart dhe aparatet mbushen me sapun në rrjedhim, letër higjienike dhe letër për pastrim. Pas mbarimit të pastrimit, duart lahen dhe shmangni prekjes së gojës, fundës apo syve. Personeli teknik mbrohet gjatë punës me pajisje për mbrojtje gjatë punës, veshje pune, maska mbrojtëse, syze mbrojtëse, dorza. Pasi të pastrohet shkolla, tërë hapësira dezinfektohet. Me këtë, shkolla është gati të pranojë nxënësit. Shkollat e pastërta janë investim në një mjedis të shëndosh për mësim.